drejtor, në këto 4 vitet e fundit nuk shoh që ka ndryshuar, po them aq shumë mënyra e mësimdhënies në pej. Akoma jemi te fletorët, te gibat e trash, tek qendrat e mbushura që peshojnë mjaft shumë. A shpejt ndryshim të këtij sistemi? Vazhdimisht e ceki këto elemente që cilat po i ngritni ju tash në shkollat tona, i ceki vazhdimisht. Por shkak se thuhet dikon për shemb se prej klasës parë deri te 5 nuk ka nevojë mbajt asnjë zonë test. Ajo është shkatrimi më i madh që ka ndodhur në zonën e fëmijëve tonë. Mësuesja në klasë parë në ban test, ajo është një komedi e llojit vet. E lere mo, s'ka nevojë të mbajt test ajo deri në klasën e 5, ka detyrime dhe obligime tjera. A mundën ju si drejtor me ndryshu këtë sistem? Po bëjmë presion vazhdimisht, bëjmë presion që... Tek ministria? Jo tek ministria, bëjmë presion atje këto çështje i kemi ngritë edhe ministria atje. Këto cilat kemi mundësi dhe kemi ndikim në aspektin regional, aspektin komunal, i ngriti këto shësime vazhdimisht në për shkolla. Për shembull, kur ndonjë notë është kontest, po marrim për shembull shkollën e mesme, kur do të mund profesori çurmi testet unë ata ajo marrim ajo do të thotë pika para që unë dona me minimum me vlerësuat mësimdhënës. Nuk duhet jenë mësimdhënësit më atraktiv, duhet jenë shumë atraktiv sidomos te vlerësimi. E harrojnë një fenomen si vlerësimi është peshore. Dhe është pjesa më e ndihshme e gjithë procesit të mësimdhënies, për shkak se ata janë fëmijë dhe ata fëmijë kanë me u rrit dikur dhe kanë me na identifiku, varësisht pi peshore çfarë kemi përdorna vitet sa kemi qenë na mësimdhënës ata në zonë. Dhe beson se kjo secilin prej nesh kemë sot simpati apo antipati ka shi mësimdhënësve të kaluar se sjellur me ne.